Në ditën e 17 të muajit Ramazan apo në vitin e dytë pas migrimit të Muhamedit a.s. nga Mekja në Medinë, ka ndodhur betejë e Bedrit, e cila konsiderohet si më e njohura në botën islame. Allahu i Madhëruar në librin e tij Kuranin e emëron këtë si dita kur u nda e vërteta nga e pavërteta. Për të nderuar këtë datë të shënuar në kalendarin islam, Riaseti i Bashkisë Fetare Islame i Republikës së Maqedonisë së bashku me Muftinin e Gostivarit, në hapësirat e Qendrës për Kulturë organizuan një akademi shkencore me temë Ngjarja e Bedrit nga pikpamjet bashkëkohore. Njëri nga penalistët, docent profesor Dr. Abdul Xhemail Nesimi, duke tërhequr paralelin mes të ngjarjes së Bedrit dhe urtësive që përcjell e njëjta, tha se padyshim që kjo betejë ndryshoi rrjedhat e historisë islame, por ajo që ne duhet ta kuptojmë si mesazh është se muslimanët veprojnë për të realizuar objektiva madhore që do të sjellin prosperitet për të gjithë njerëzit dhe nuk veprojnë të frustruar nga dikush apo nga inati i dikujt tjetër. Muslimanët besojnë në idealet të larta islame. Kjo betejë ka një vend të veçantë në historinë e kulturës dhe qytetërimit islam, sepse ka ndryshuar rrjedhën e historisë të arriturat e mëvonshme të islamit në arenën ndërkombëtare, padyshim se i dedikohen suksesit që korën muslimanët në këtë betejë. Muhamedi a.s. ishte i devotshëm për rëndësinë që ka kjo luftë në përhapjen e mesazhit të islamit. Andaj, si kur muslimanët mos ta fitonin këtë ballafaqim me idhujtarët, për pasojë mund të rrezikohej ekzistenca biologjike e gjeneratës së parë të muslimanëve, që ishin bartës të parë të imanetit islam dhe ishin provovues të islamit burimor, duke u bërë shembull për gjeneratat që do të vinë pas tyre. Edhe muftiu i Muftinisë së Gostivarit, Shaqir Efendi Fetau, e përshëndeti këtë organizim duke nënvizuar se i tërë muaj Ramazan është i begatuar me mrekulli që ndikojnë në përmirësimin e mendjeve dhe veprave tona, por betejë e Bedrit është lufta e parë e muslimanëve, e cila e mbante në pikpyetje çështjen se do të ekzistojë apo jo Islami. Muaji Ramazanit është muaj i agjerimit, është muaj i Kur'anit, është muaj i dijes e shkencës, është muaj i ibadetit, lutjeve drejtuar Allahut fuqiplot. Muaji Ramazanit është muaj kur muslimanët për herë të parë atë që e kishin në zemrat e tyre, atë që e kishin në mendjet e tyre dhe në bindjet e tyre, arritën ta tregojnë edhe me trupin e tyre, me aftësitë e tyre, duke sakrifikuar jetën e tyre për të mbrojtur islamin, me qëllim që islami të vazhdojë rrugën drejt ardhmërisë. Ishte betejë e Bedrit, lufta e parë e Muhamedit alayhis salam me ashabët e tij. Bashkia Islame në Republikën e Maqedonisë, duke e ditur rëndësinë e madhe historike që ka kjo ngjarje, na e dha fatin dhe nderin që sot ta kalojmë një ditë këtu duke përkujtuar këtë ngjarje të madhe historike. Edhe sekretari gjenerali i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, Irsal Jakupi, tha se në kuadër të këtij muaji janë paraparë një sër aktivitetesh në xhamitë e vendit dhe gjithë kjo është që të krijohen urat që ofrojnë pristit fetar me xhamatin. Jakupi falenderoi besimtarët islam për mbështetjen që e japin për Bashkinë Fetare Islame dhe institucionet e saj në përgjithësi, sepse pak të ndihmë do të vendosej në pikpyetje funksionimi i institucioneve fetare në Maqedoni. Programin që e ka paraparë Riaseti është edhe vizite të xhamateve të ndryshme dhe organizimi të tribunave shkencore, të quajtur akademi shkencore. Sonte në Gostivar, para iftarit e kishim edhe akademinë shkencore me rastin e ditës së Bedrit. Tash komisioni i përbërë për disa profesorëve të medreses e Isabeut dhe disa profesorëve të Fakultetit të Shkencave Islame do të vizitojnë xhami të ndryshme, xhamate të ndryshme. Qëllimi është që
të njoftohemi më së afërmi me xhamatet tona dhe t'u falenderojmë për kontributin që ato e japin çdo herë në mirëmbajtjen e institucioneve tona arsimore, 5 medreset që i kemi në nivel të Maqedonisë dhe Fakultetit të Shkencave Islame. Porosia e kësaj akademie shkencore ishte se luftën e Bedrit nuk e fituan numrat, por e bëri kualiteti. Andaj dhe një nga mesazhet më të qarta të Bedrit është domosdoshmëria e luftës për kualitet. Të pranishmit në këtë akademi shkencore u shoqëruan bashk edhe gjatë kohës së iftarit, të cilin e kishte organizuar Muftinia e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar.